A mendoni që mund të ketë skenar të mundshëm që kryeministri Edi Rama mos e çojë deri në fund mandatin e tij? Unë besoj se Rama nuk rrezikohet momentalisht atë nga qeveria teknike. Vetëm gjë që rrezikohet Rama, rrezikohet nga drejtësia. Dhe atë nëse e çon apo jo deri në fund mandatin, atë do ta bëj drejtësia. Por prapë edhe për të që ta bëj drejtësia është një rrugë e gjatë, kështu që mandati i Ramës mund duket si i rrezikuar, dhe nëse Rama zgjedh qeveri teknike për të, si thuaç, zbehur pretendimet që kanë partitë e tjera apo qoftë ndërkombëtare, kjo mund të realizohet vetëm për këtë përshfryrje, pra si valë përshfryrje. Por nuk besoj se Rama është i rrezikuar nga Partia Demokratike ose partitë e tjera opozitare. Pse Partia Demokratike mungon dhe nuk ka forcën për të qenë më e madhe dhe konkurruese në zgjedhje? Shohim që në çdo palë zgjedhje që vjen si lokale ashtu edhe parlamentare, duket sikur ka vetëm një parti që futet favorite dhe ajo është Partia Socialiste. Partia Demokratike nga ana tjetër shumë pak dhe rrallë mund të rivalizojë. Ka unë për besimin. Unë se po them. Ka unë për besimin e publikut, ka unë për besimin e mbështetësve, ka unë për besimin e kthimit partisë në një subjekt si kompani ku interesat prevalojnë mbi premisat. Kështu që nuk është parti që jo vetëm nuk frymëzon, por edhe nuk gjallë shpresë. Kështu që në krahun tjetër është një parti pastaj e cila punon her pas herë, ka të gjitha motorët qoftë të ofrimit, pra të joshjes, po dhe mbështetjes, që edhe pse e goditur nga spaku në të gjithë segmentet e saj, shihet si parti rivalizuese ose më premtuese se Partia Demokratike dhe kaq. Është fare e thjeshtë. Pra nuk është dëshira e një individi apo një subjekti apo segmenti të caktuar që përcaktoi fatet e një vendi. Në fund vendosin qytetarët në raport me kryetarët e politikëve që kanë sot ose përballë raportit përballë Ramës me Berishën. Pastaj në raport tjetër, ato janë për të vlerësuar dhe për të parë. Qarë, sipas jush, a ekziston një perceptim se SPAK është tërhequr në raport me Sali Berishën dhe çfarë pasojash ka kjo për besimin publik tek drejtësia, dhe sidomos tek drejtësia e re? Se di nëse është tërhequr, po Sali Berisha nuk rrezikon asgjë nga SPAK-u për shkak se të gjitha akuzat janë akuza që nuk tinuimi. Janë akuza pa vlerë, sepse në moshën që ka Sali Berisha dhe sikur ta dënojnë nuk bën asnjë ditë burg, as i rrezikohet karriera. Kështu që kjo është i vetmja pikë pyetje. Pastaj këtë është tallje për tallësh opinionin publik që ti thuar se ky zotëria rrezikohet nga SPAK-u. Ai zotëria nuk rrezikohet nga SPAK-u fare, sepse akuzat për shpërndarinë detyre nuk sjellin asnjë rrezikshmëri ligjore për subjektin fjalë, për shkak të moshës, veprës e shumë gjëra tjera që po t'i shpjegoj teknikisht ose s'kan vlerë. Po janë nene që shkojnë me pak vjet heqje lirie dhe nuk rrezikojnë një subjekt si Sali Berisha për shkak të moshës së tij që mund ta burgosin. Ne kemi parë raste ku janë dënuar me disa vite burg, ndoshta s'ka bërë asnjë ditë burg. Po nga SPAK-u e ka fjalë. Kështu që nuk është si opium për popullin. Ke parasysh, feja opium për popullin ka pasur digurë, edhe SPAK-u është kthyer pak si opium për popullin. Në këtë kontekst, që mban me ushqim atë makinerinë e opinionit publik për të menduar se po bëhet drejtësi sot ose po bëhet drejtësi nesër. Prandaj unë s'kam qenë dakord me këtë drejtësinë që po bëhet tani, për shkak se produkti i saj është shumë i dobët nga ajo që unë kam përqendruar. Sepse nuk mund të jetë vetëm thyrja ose prishja e mitit pa ndershmërisë, vlerë apo si thua një arritje e SPAK-ut si statistik pas 6 vitësh që më shumë hetime të ish parlamentarëve, ish ministrave, ish deputetëve shkurbashkiak, të cilët kanë minimalisht disa akuza mbi kurrizë, nga bjedhjet e vrasjet tek plagosjet e të lloj aferash që ka kaluar ky vend. Privatizime, shitje, blerje, çfarë s'kanë bërë këta.
falje, shkatrime. Lëvizja Saliani frymëzon apo dëmton Partinë Demokratike? Është një lëvizje që nuk ka një të ardhme pas këmbështrimit të tij. Është një lëvizje e cila nuk ka një të ardhme për sa kohë Berisha e ka konfirmuar se është ai i vetmi dhe i denjë për ta mbajtur Partinë Demokratike dhe këtë ka zgjedhur demokratët, nuk e zgjedhim ne. Pra në momentin ndarja dhe marrja e Bulës dhe rikonfirmimi i Berishës në zgjedhjet lokale me votuesit e tij, pa logon dhe pa votën e Partisë Demokratike, ka mbyllur njëri mirë debatin. Po pastaj tjera pastaj janë tentativa shashka që arrin ndoshta për janë absolutisht janë të shëndetshme, por nuk besoj se kanë të ardhme, sepse që të kenë të ardhme do të ketë frym. Frym nuk ka, për sa kohë demokratët kanë zgjedhur të mbajnë Sali Berishën kryetar të Partisë Demokratike, për sa kohë të ketë edhe ai frym. Ka një hipotezë të fundmi që në krye të Partisë Demokratike shumë shpejt mund vi Argita Maltezi. E shikoni si të mundshme apo mbetet vetëm në vazhdën e hipotezave dhe konspiracioneve politike nga secili ka? Të gjithë debatet do zhvillohen kur mos ekzistoj më Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, kur ai ta lëshoj. Për sa kohë Berisha është shprehur se do rikandidojë për postin e kryetarit, debatet kanë rënë. Pra flitje më përpara se mund ta merrte zonja Maltezi ose zoti Kërzen Berisha, por nuk janë debate shterp sepse nuk ka vend për pikpyetje për sa kohë Berisha është aty. Nëse Berisha do zgjedhë që në pas mos gaboj 3-4 muaj, i mbaron dhe mandati si kryetari i Partisë Demokratike, nëse ai do zgjedhë të largohet me vullnet plot, madje duke bindur dhe këta antarët që të mos ta votojnë, nëse ai nuk do dojë, atëherë do të flasim për dinamika se kush do të mund të jetë pasardhësi i zotit Berisha. Por nëse Berisha kandidon dhe do jetë përballë disa figurave të tjera brenda PD-s, asnjë prej tyre nuk ka shans që të fitojë besueshmërinë e demokratëve sepse është e faktuar tash, s'ka nevojë. Po ai është shprehur publikisht se do rikandidojë. Nuk është shprehur se do rikandidojë për kryeministër, në asnjë palë zgjedhje për moment, por për kryetar partie patjetër. Pse njerëzit dhe demokratët e besojnë ende edhe pse ai vjen pas 2 humbjeve edhe në lokale, por edhe në parlamentare, janë të lidhur me të shkuarën dhe figurën e shkuar të zotit Berisha, apo nuk shikojnë një opsion tjetër më të mirë brenda partisë dhe nga ana tjetër zoti Berisha e shikon ende partinë si mburoj personale ndaj drejtësisë, apo realisht mendojnë që në të ardhmen mund të jetë kryeministër përsëri? Unë besoj se zoti Berisha nuk lufton për të qenë kryeministër, zoti Berisha lufton për të ruajtur Partinë Demokratike si subjekt i tij, i lindur prej tij, ose si thuaç i ngjidhur deri me farpike, sepse ka pas persona të tjerë PD që kanë qenë nisëmtarë të parë, i zhvilluar për ti, mbajtur për ti, kështu që e shef si një krijesën e tij. Në moment që Berisha nuk është dakord që të lëshojë për sa i përket Partisë Demokratike, sikur thash, mbështetësit e tij që prandaj janë të kurrë ndoshta, që nuk kanë më shpresë, ata që nuk kanë më shpresë ose nga kjo mbajtje, si thuash, jo me dhunë, po do ta quajmë mbajtje me zor postit kryetar, do të mos u bindur as atyre neneve që votojnë vetë, pra që të humbësh dhe të largohesh. Besoj se i ka lënë çik si pa shpresë ata që prisin më shumë nga Partia Demokratike se mundësitë e rotacionit politik. Ka të mbeturit pastaj kanë të gjitha ato pikat që ti përmendë, pra nostalgjia e kaluara, janë njerëz që janë ndihmuar nga zoti Berisha, janë njerëz që kanë punuar me zotin Berisha, janë njerëz që kanë mbështetur gjithë jetën e tyre aty, kanë investuar dhe edhe ata e shohin një formë investimi për cilën nuk mund të heqin dorë kollaj. Pavarësisht se nuk krijon rotacion politik, nuk arrin të afirmohet, me fjalë, nuk arrin të zgjidhet apo të krijojë një, si thuaç, bën produkti një partie e cila jep shpresë se mund të rrëzojë Ramën edhe të marrë drejtimin e
parlament. Pak më herët zoti Berisha ka deklaruar se nuk do të bëhen pjesë të dy komisioneve të rëndësishme parlamentare, siç është ajo zgjedhore dhe ajo territoriale. Çfarë dëmesh mund të sjellë kjo Partisë Demokratike, pasi edhe më herët kemi parë që kur Partia Demokratike bojkotoi këto procese, më vonë më pas Partia Socialiste arriti që të fitonte një shumicë absolute në parlament. Nuk e di për komisionet, me thënë drejtën, nuk është se ka një puna parlamentare në përgjithësi e ka humbur komplet funksionin dhe identitetin e saj. Nuk ka më punë parlament. Ka vetëm një pjesë që voton në unison, pra kanë kartona dhe ingrejnë sipas interesit partijake, ka një pjesë tjetër që refuzon, bashkëpunoj apo të votoj edhe qoftë ligje që kanë interes publik për të dyja palët. Pra për çdo gjë ata janë në kundërshtim, sikurse kemi parë më parë nga ana sjellës. Prandaj që fryma parlamentare këtu te ne është e degraduar dhe nuk është fare në frymën që duhet të jetë në kuptimin tim. Sepse nuk mund të jesh nëse ti je zi dhe shef zi për çdo gjë që del përpara, e para ti nuk ke nocion ose nuk mund të kuptosh se kush është e bardha kjo. Se zi nuk ka zi në çdo kohë, në çdo periudhë për çdo gjë. Ka dhe të bardhë, se ndryshe nuk bën dot dallimi ti pastaj. Kështu që edhe për gjëra për mira të përbashkëta, si thua, të shqiptarëve, ata votojnë për prapë kundër. Dhe kështu ka ndodhur edhe me Partinë Socialiste kur ka qenë pushtet Partia Demokratike. Kështu që nuk ka një vlerësim që të marrësh për shembull parlamentin dhe ta ngrish si një institucion vlerësimi mbi disa praktika që ata kanë zbatuar. Ata kanë zbatuar praktika si duan ata, vazhdojnë bëjnë atë zhurmë parlamentare, qoftë me hedhje bidonash, karrigësh apo ku dijon trasash ato se çka kanë aty, dhe në parlamenti nuk është më një seancë ku zhvillohen debatet shëndetshme parlamentare, por është një parlament i cili ka degraduar për fajt të dyjave partive politike absolutisht, por më të shumti pakën mbaj sa shohim vitet e fundit për fajt Partisë Demokratike, e cila dhe kur ka pas gjëra thelbësore në interes kombëtar, ata kanë refuzuar të marrin pjesë dhe kanë bërë po prapë të zhurmën e madhe dhe për të ndërprerë seanca parlamentare dhe asgjë më shumë. Kështu që në këtë kontekst, kur nuk ka bashkëpunim, kur nuk ka frymë debati, ndaç të futen komisione ata, ndaç futen e dalin na mos hyn fare pa rëndësi ka për opinionin publik. Opinioni publik është që shteti të funksionojë si duhet, qoftë parlamenti dhe gjithë institucionet e tij në mënyrë se kur këta kthehen ca Karagjoz, që kanë marrë një mandat aty dhe tallen pastaj me opinionin publik ose me mbështetësit e tyre, kostoja e gjithë kësaj pastaj mbetet atyre dhe kaq. Shqiptarët nuk presin më nga parlamenti se do zhvillohet një kurrijon. Do na shpëtojnë këta tani bashkë, ke parasysh apo veç e veç. Unë zbes se mati ka rënë dhe interesi për ta parë parlament. Për shkak të këtyre zhvillimeve. Qartë, zoti Bala, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë podcasti dhe faleminderit shumë për gjithë analizën tuaj. Faleminderit.